Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Jemi në çerekorçën e fundit. Kur na do të themi që 10 minuta. edhe ChatGPT-ja e përzier me ilaçe gjumi, Po të bën qeder. nuk të fal. Nuk të fal fare. Shiko, në fakt doja të diskutoja pikërisht në mbyllje që të lëm edhe dëgjuesit me në një farë reflektimi rreth Ti lëm pa gjumë. ose duke pyetur ChatGPT-n. Kaq invalid mëndërisht jemi bërë, Kolo, sa edhe një gjë që ne kemi të lindur me njerëzimin, që është instikti seksual, tashmë me sa duket kemi harruar ose e kemi çaktivizuar si instinkt, edhe pyesim ChatGPT-n si bëhet. Edhe është tendenca më e fundit. Janë miliona përdorues në gjithë botën që i drejtohen inteligjencës artificiale për të pyetur si ta në cilin pozicion duhet të ri, si ta shtoj. Mos vallë është ndjesia që nuk dim asgjë ose kemi bërë gabim. Po, do me thënë... Se mas e di ky më mirë, se ky çka ka bërë ChatGPT-ja? Masi ka marrë vesh Atë po them. se si e kanë bërë seksin 100 milion njerëz. Sigurisht që neve duhet i duket vetë komplet mediocre. Po, dhe s'kemi as kohë që ta përmirësojmë veten kaq shumë sa të kemi eksperiencë me të gjithë këta që ka pasur ky. Dhe meqense nuk kemi pasur mundësi të flasim me gjyshrit për këto tema delikate, ky është gjyshi jon. Po, i vërtet. Dgjoj, mbase thjesht ndiq trupin. Një nga pyetjet më të shpeshta që bëhet ChatGPT-s lidhur me seksin është domethënë, a quhet tradhti në qoftë se ndodh në metaverse, domethënë në qoftë se ndodh në këtë botën virtuale. Po nuk e kuptoj nëse pyetja është, pra është tradhti ndaj cilës, ndaj gruas që ke në shtëpi apo ndaj gruas virtuale që ke në metaverse? Ndaj ChatGPT-s ndoshta. Kështu që është janë edhe një tjetër. Është një botë e re Blerina që Po, një tjetër pyetje. Po lind gërmallash. Është, a janë normale fantazitë mia? Do me thënë, po nëse të duken, pra, nuk do ishte fantazi, do ishte diçka realizuar. Pra fakti që është fantazi do thotë që është diçka që nuk ke pasur mundësi ose ndoshta nuk do arrish dot kurrë që ta vësh në jetën praktik. Po na i thuaj një çik. Edhe mos u shqetëso. Jo. Pyete pak, do na i thot apo jo? Ta pyes ChatGPT, po duhet më thuash një fantazi që do të vërtet për ChatGPT, unë thash se nga që të pash që po flisem me një nga kolegët e radios tu jashtë, atë nuk ta them dot. Okay. Kujtova se të po tankoja ai. Jo. Pyesin. Ti vendose që me delikatesë t'ja veshësh ChatGPT-s. Megjithatë, ka raste që teknologjia dhe të ndihmon për mirë. Ishte një rast që të ndihmon edhe për më mirë akoma. Do të më thuash rastin e zotrisë? Rasti i zotrisë, unë nuk e di mas seksi që përmendet ti, domethënë që mas pyetjeve seksi që përmendet ti, nuk e di a blen që të flasim për një Koran, i cili ka shkruar një test të tërë. Korean, jo Koran, jo peshk, domethënë. Dallime të vogla, Blerina. Potato. Ky Korani ka shkruar një test të tërë masteri vetëm me sy. Pra vetëm me lëvizje sysh. Po, për arsye objektive. Sepse ishte i paralizuar. Dhe i ka lëvizur syt një 500.000 herë. Unë besoj që ka pasur kohë mjaftueshëm për t'i pulitur dhe për t'i lëvizur syt 500.000 herë. Dhe mund ta kishte bërë edhe për 2 milion herë, 3 milion herë, sepse koha ka qenë në favorin e tij. Dhe megjithatë nuk është dorëzuar. Dhe ka marrë notën 10. Me tezën e vet. Me këto dy lajme të fundit të mira, shumë të mira, nga bota e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, unë mendoj që ne të dy, si dy qenie njerëzore, po, kuptoj që po pulit syt, se mezi po rri në këmbë. Po mundohem të bëj mbylljen duke lëvizur syt. Pasi t'ia komunikoj publikut që unë dua të iki që këtej. Po. Ka ardhur momenti. Jo se dua, po duhet. Unë dhe Kolo ikim. Vjen edicioni i lajmeve dhe fill pas nesh dhe lajmeve keni Elona Duron me lajmet nga bota e mrekullueshme e Big Brother VIP Radio. Ajo ka çdo ditë të javës nga një çudi, nga një të ftuar shumë interesant. Jam kurioze kë do të ftoj sot, ose me kë do të flas, ose çfarë do të nxjerrë me atë grepin e saj. Si thua ikim? Unë propozoj që të ikim. Do ikim me Dire Straits nëpërmes një tuneli dashurie.